Miq Prizmës, në të vërtet është e kohë të lodhesh edhe të bisedosh për tipet e konflikteve dhe të marrëzive ekonomike edhe politike në Shqipëri, sepse ato janë pafund edhe njëkohësisht janë trend letar, trend kostumografi, trend si do të them të poetik, fantazmagorik, romantik, janë trend. Por ajo që po ndodh në Vlorë midis Paçollit e Valon Ademit është një nga ato pikë të vështira që tregon që shteti shqiptar edhe kur do që të bëj mirë, si më thanë, gabon. Kur thënë do që të bën mirë, pa larguar interesa, ne gjithë dim që u larguan turqët që të futen kosovarët me gjithë Paçolli dhe Valon Ademi. Me përqinet e tyre, në një aeroport strategjik, siç është ai i Vlorës. Kur themi aeroport strategjik, realisht është një aeroport strategjik, sepse sigurisht ka të bëjë me zhvillimin e asaj zone, e cila zonë financiare dhe ekonomike shumë e zhvilluar e vendit tonë. Nesër do të jetë poli kryesor, do t'ja kalojë Durrësit. Po themi t'ja kalojë Durrësit, jo me kuptimin që realisht do t'ja kalojë, sepse edhe Durrësi ka zhvillimet e veta, por aty afër është saj, janë edhe baza ushtarake, edhe aerore dhe letare, edhe një turizëm elitar, i cili sigurisht shikon për nga zhvillimi maksimal i tij, jo vetëm në nivelet ballkanike, por nivelet botërore. Në këtë pikë, aeroporti i Vlorës ishte me të vërtet një, edhe është sigurisht shteti shqiptar dikur duhet vendosi dorën në të aset kombëtar shumë i rëndësishëm dhe ju besuan dy kosovarëve, me gjithë Paçollit edhe Valon Ademit, që ishin partner. Prishja e të dyve që do një vetë çështje vetëm ekonomike, po edhe të shikimit. Paçolli mund të bëjë tash si njeriu më të përkohur të botës, por është kapur në faj. Është kapur në faj sepse ka dorëzuar këtë aset kombëtar të disa raporte të dyshimta, shumë të dyshimta, jashtëzakonisht shumë të dyshimta financiare, që të çojnë ke rusët. Edhe ky është një moment tragjik i jashtëzakonshëm. Këtu pastaj filluan të ngatrohen në Rama, Ballukja e këta marrëzire. Aeroporti u dha ta ndërtonin dy kosovarëve. Ato grinen edhe sigurisht ka dhe hije dyshimit të mëdha këtu, sepse këto hije dyshimi nuk i kanë nxjerrë shtypi, i kanë nxjerrë gjykatën këtu. I kanë nxjerrë partneri. Mos harrojmë që janë partnerë të dy. Edhe sigurisht tash është një vonesë, dhe sigurisht tash janë dokumentat që kanë nxjerrë autentike. Është një gjë për jetë mirë, është ditë për ditë. Dhe ne shohim skena të rojeve, në fillim të rojeve të aeroportit dhe pastaj edhe të policisë, që ndërhyjnë sepse ka vendime gjykate. Ka shkuar puna në gjyq. E lexojmë një herë zotin Paçolli, lexojë edhe të vllanë, janë kacaruar në këtë drejtim, edhe nuk shoh të njëjtin veprim nga Valon Ademi, por shifet qartë se ku peshon dhe ku është delikti i madh, konflikti i madh. Jo thjesht e përqindjet. Këndrimi i fjalëve dhe dorëzimi financiar i aeroportit në hije dyshimi të jashtëzakonshme. Këto nuk mund të lejohen. Nuk mund të lejohen e nuk mund të tolerohen dot më. Më vjen keq, por edhe raporti që ka zoti Paçolli me lëvizje strategjike është një element jashtëzakonisht i dyshueshëm, po jashtëzakonisht pastaj edhe i vështirë për t'u trajtuar si aset kombëtar që është aeroporti i Vlorës.
normalisht që ai do të mbarojë, dhe normalisht që ai do të shkojë në vendin e vet, sepse shteti shqiptar nuk mund ta lejojë të jetë peng i ngridjeve, konflikteve, raporteve që i kanë dy partnerët. Këtë nuk mund ta bëjë sepse aty ka klauzula që i vendoset dora përfundimisht dhe të dy nxirren jashtë, por është parapar dhe vazhdon procesi gjykat që është njëri prej tyre që ka luajtur. Dhe nuk më rezulton që është zoti Valon Ademi. Nuk më rezulton. Pastaj po të digjosh, po të lexosh mërisht edhe në mënyrën e të folurit të zotit Paçolli, e cila është sa folklorike dhe si them tash, narrativ e bukur burrash dhe histori tregimesh, po këto nuk mund të jenë bazë ligjore. Pastaj gjyqi dhe çështjet administrative janë me shifra, me fakte, dhe nuk janë vetëm njëra anë, janë anën tjetër. Sepse sigurisht kështu po vërtetohet. Ka humbje prej gati 5 milionesh për shkak. Do të ishte bërë në shkurt inaugurimi, do të kishte mbaruar, nuk është mbaruar. Dhe shumë element tjerë, përfshirë atë që thash më përpara. Dorëzimi në anën financiare të disa firma, borxhe që merren 100 milionesh të disa firma ose bankat, të cilët janë jashtëzakonisht dyshueshme dhe nuk lejohet në koncesionarët që kemi i kalon shteti shqiptar, çdo lloj partneri aty. Nuk lejohet të shkohet me këtë lloj drejtime. Kjo është gafa e parë. Ajo ka bërë që të hyjë të gjithë procesin e partneritetit në vështirësi ekonomike dhe financiare, mos të mbarojë puna, dhe njëkohësisht tash të lindi konflikti edhe për zotrimin e majorancës. Për të mbaruar njëri partner dhe mos hyrë tjetri më në punë, sepse ka djegur kontratën e tij. Dhe këtë e dinë gjithë. Konfliktet aty me policinë që janë të kota janë pjesë shëmtyrë, shqiptarët shumë bëjnë, si të jenë shqiptarë si kosovar, ç'pun ka policia po zbaton një veprim administrativ. Dhe në gjykatë edhe veprim urdhër administrativ. Ç'pun ka policia. Pastaj del me herë, pa të ngjosh, pastaj të shohësh edhe portalet e Kosovës me armiqsinë e jashtëzakonshme që kanë me Shqipërinë edhe me, nuk e di, politika shqiptare. I kështu ta bëjnë shqiptarët, kjo është Shqipëria, kjo është kështu, kjo është ashtu. Duke u besu kosovarëve, para të shqiptarëve të merr. Domethënë nuk mund të shkojmë më keq se sa kaq, por sigurisht në Kosovë ekzistojnë, sepse Kosova është e ulur kam kryq prej kohës. Jo vetëm ai që unë i them tash i ish Jugosllavizëm, por Jugosllavizmi i vërtet. Ai ka urrëtie patologjike për çdo lloj kombi dhe shteti që ka njësi shqiptare dhe flamur shqiptar. Një prej tyre, Dilvesh Vendosjes, që i thonë Buzhala, Viktor Buzhala, thotë të ndrojë Shqipëria dhe flamurin e saj, sepse ne kosovarët kemi bërë gjakë që ka konatyre. Këtë koncept ka pastaj e mshe, si gjenshtar që është si mashtrues. Imagjino ata kërkojnë që të heqim edhe shtetin, ne të largohemi fare prej këtu, t'ju lirojmë ftyrës tyre bashkëpunëtor të Jugoslavizmit dhe të Serbisë edhe Shqipërinë. Deri këtu shkon puna. Du në djegin vendin dhe me ke justifikojnë me Edi Ramën. Thu se Shqipëria është Edi Ramës edhe shtëpisë tij, ose është Sali Berishës edhe shtëpisë tij. Janë delirantë që kështu kanë vepruar pak a shumë edhe në luftën e dytë botërore, kur bashkoheshin me gjermanët dhe vërejshin shqiptarë. Këto tipa janë, nëse. Këtu kemi të bëjmë pastaj me aeroportin e Vlorës, si kthehem po kësaj çështje. Jo thjesht ngrinje midis partnerëve, po qëndrimin financiar dhe ekonomik, bankar dhe kontraktual, në cilën janë i bindur që zoti Paçolli është fajtor. Më vjen keq që e them këtë punë. Edi Rama e ka marrë, i thotë Bac, Balluku e ka marrë, ka shoqëruar deri në atë kohë, edhe ajo, askërkush nuk e ka trajtuar keq, është thjesht i pa zoti për të vazhduar kontratën e tij edhe për më tepër, ka deformuar kontratën duke shkuar dhe kërkuar borxh aty ku nuk mund të kërkoj borxh. Aty ku nuk duhet kërkojë dhe s'ka punë në Shqipëri për të kërkuar borxh. Shqipëria nuk merr as miell
Ne shkojmë në Kosovë dhe marrim blejmë njëra aty më lirë, po si Serbisë, edhe vaj, po Serbisë, nuk është Kosovës. Në Shqipëri është më shtrenjtë, por nuk hyn nga Serbia, ose ndalohet hyn në Serbi. Ose monopolet këtu nuk lejojnë që të hyjë vaj i tillë. Pra sigurisht i bën më shtrenjtë. Nuk duhet lejuar dhe jo më tepër nga Rusia. Jo më tepër të kesh varësi bankash të hapura në Luksemburg me hije dyshimi dhe jo vetëm hije dyshimi, po me vërtetim të plot që janë banka ruse të kamufluara në perëndim. Nuk na lejojnë, as amerikanët nuk i lejojnë as vetë, nuk na lejojnë as europianët. Po bëjnë zhurmë për një avion Air Albania që nuk ka ndruar emrin, ka shit kompania, po s'është ndruar emri, dhe që të shohet në për Rusi, e jo matë marrësh parët e tyne. Nuk lejohet, pra nuk lejohet, nuk mund ta bëjnë. Kështu funksionon. Nëse do të jesh pjesë e një grupimi i shtetësh të cilët kanë një strategji politike, nuk bën të ndryshe. Edhe ne nuk kemi as të verdit bën ndryshe. Kjo ishte e para. E dyta është 5 vjetori non gratës Sali Berishës. Është dokumenti origjinal e kam thirrë nga State Departamenti në akuzën që i bëjnë për korrupsion. Pastaj shtesa është edhe korrupsion masiv të gjithë familjes, përmenden gjithë familjen, që nuk lejohet, janë non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe pastaj edhe përdorimi politik të korrupsionit. Nuk ka ku shkon më. Sigurisht me atë definicion nuk ka administratë amerikane që ta heqë këtë lloj non grata. Mirë, ajo që desha të diskutojmë është çfarë do të thotë që ka 5 vjet që Partia Demokratike në Shqipëri nuk është në konsiderat një partie kjo non grata. E Shtetit Departamentit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, partnerit tonë më të madh politik dhe ushtarak. Çfarë do të thotë? Do të thotë copë, pikë, që jo vetëm individi Sali Berisha dhe familja e tij e korruptuar. Nuk e them unë, thot Shtetit Departamenti. Nuk e them unë i korruptuar. Unë e di që është super i korruptuar dhe vrasës, edhe kriminal. Unë po bazohem ke ato që e kanë bërë si letër Shtetit Departamenti dhe që e nxjerrin qartë dhe pastër. Çfarë do të thotë që Partia Demokratike sot ka pikërisht non gratën kryetare dhe e mbron. Do të thotë shkurt, qartë dhe pastër që janë anti-amerikanë. Se thot pastaj Sali Berisha, Sorosi, Blinken, Edi Rama, teoritë konspirative, disa nevojë ka të di se sa i korruptuar, pa korruptuar Sali Berisha, është vështirësi e madhe shumë, se sa i korruptuar është për bie fjala për Gërdecin, sa i korruptuar është bie fjala për rrugën e Kombit, që quhen ai, e vjedhur e gjitha, dhe sa i korruptuar është për naftën edhe për petrolin edhe shumë element tjerë të cilët jo përbëjnë rrugë të ndryshme, jo përbëjnë, ose tecin e Fierit të Vlorës, nuk e di, nga 10 element rrugën e Basanit, gjithë farë elemente të cilët jo nxjerrin të korruptuar Sali Berishën, me interesat e tij më të qelbura, po të shtër korruptuar, edhe plus edhe vrasës. Po unë po ngushtohem ke State Departamenti. Që do të thotë kjo? Kjo do të thotë që është vetë partia e tillë, edhe ata që pranojnë një element tillë dhe rrinë me të, nuk e pranuan dikur e nxorën jashtë nga grupi parlamentar. E nxori Lulzim Basha dhe ishin gjithë tjerë atje që e bën të punë. Për partisë ju amori prapë u kthye, që janë anti-amerikanë. Shkurt muhabeti, shkurt edhe qartë. Është një parti anti-amerikane. Plotësisht anti-amerikanë. Po që do të thotë për ne, sepse dikush të punë e madhe fort që është partia anti-amerikane. Ashtu është vërtet punë e madhe fort që është partia anti-amerikane. Por e di që do të thotë për shqiptarët anti-amerikanë? Do të thotë t'jesh edhe anti-shqiptar. Sepse sigurisht, sot në botë, shteti mbrojtës më i madh pro shqiptar, dhe jo vetëm pro shqiptar, po pro kombit shqiptar, është shteti Amerikan dhe kombi Amerikan. Kanë vite që janë kështu. Edhe në kodën verit kanë qenë kështu. Edhe në vitet 1960 kanë qenë kështu. Do të mbyt të gjak edhe ky vetë. Edhe njësoj si Çekia edhe bie fjala Hungaria, por nuk guxuan dot.
sepse sigurisht këtu do përciste pastaj. Ti jesh anti-amerikan, do më thonë ti jesh edhe anti-shqiptar, dhe kështu është Sali Berisha. Anti-shqiptar, shitet për shqiptarin më të madh. Pse pak e bëjnë? E bën dhe Albin Kurti në Kosovë. E ka rrudhur vendin e tij, ka kthyer në pull, siç e kanë rrudhur vetën serbët, sepse sillet njësoj si serbët. Në vërtet çfarë është anti-shqiptar dhe anti-kosovar. Tjetër projekt kanë mendje, tjetër projekt flet. E njëjta gjë është edhe me Sali Berishën. Të tjera gjëra thotë dhe të tjera gjëra kanë në mendje. Projektin e tij e zbaton duke thënë të kundërtën. Sepse kur vjen puna për element deciziv, bërë plotësisht kundër. Dhe anti-amerikanizmi i tij është në binje, ka qenë që në kohën e 1968-s. Është edukuar nga partia e tij dhe nga njerëzit e partisë tij në mënyrë të tillë. Gjithmonë ka qenë keq me amerikanët, megjithëse e kanë marrë me të mirë, kanë fajin vetë. Ai ka qenë gjithë jetën e tij kundër ambasadorëve amerikanë dhe kundër presidentëve amerikanë. E kanë lëshur, e kanë marrë në shtëpitë e tyre kudo, kanë marrë, por nuk merr vesh, folk bolsheviku. Nuk merr vesh një shpellar si Sali Berisha. Sa më mirë ta trajtosh, aq më tepër kundra teje bëhet, sepse është i lindur i tillë. Data në mëhet ishte 5 vjetori shpallës në gratë. Ai sigurisht do të jetë gjithë jetën në grata bashkë me familjen e tij të korruptuar, bashkë me Lirin, bashkë me Argitën dhe bashkë me Shkëlqenin. Ata janë anti-amerikanët e Shqipërisë. Edhe nëse kemi një popull pro-amerikan, shumica e popullit pro-amerikan, ai pikërisht atë pakicë anti-amerikane përfaqëson. Mbase kësaj pakice i shtohen ca budallë të tjerë që e din Sali Berishën për burr të ndershëm edhe burr trim. Duke qenë jo vetëm më i pandershmi, po më frikacaku, më kriminali i gjithë politikanëve shqiptarë, që nga fillimi i shtetit shqiptar në 1920 deri tani. Dakord, miqtë mi. Këto ishin ato që desha të trajtoj me ju.